Aachen Po, është një po, shkollë që ka domethënë një famë goxha të mirë. shkollë goxha, domethënë që në 2006 apo 2007 që gëzon atë si thon titullin shkolla ekscelence, domethënë atë kopa të fut shteti gjerman atë iniciativën e universiteteve ekscelence dhe diku 5 universitete, domethënë ndër të tjera dhe Aacheni ishte përzgjedhur për shkak se quhet si meka e TIS dhe inxhinierisë mekanike. Ndërkohë që mund të filloj studioj shkenca politike në të qytet, po që si thash, Bochumi nuk e kam njohur më parë, më zhvendos këtu dhe është kështu tipik, po themi qytetin Zotëlan që karakterizohet nga betoni, xhami, nga arkitektura e afrohet asaj të si don stilit, nuk e di si quhet stilin e ish Jugosllavina, po Brutaliste, goxha brutaliste. brutalizmit, nëse shikon atë godinë e vjetër në universitetit, po që thash, është tipike domethënë arkitektura industriale. Unë mendoj që në këto të tilla qytete, domethënë, pa u futur shumë në detaje, mendoj që ka mungesë arkitekture, sepse ajo është thjesht inxhinieri e pastër, është diçka që funksionon, në shtet funksional, e kryen detyrën për çfarë është menduar, por vetëm për arkitekturë nuk mund të E flasim. mira e kësaj zone është kjo, domethënë që në dallim nga Berlini, Berlini është për qendra e Gjermanisë edhe për dëgjuesit, domethënë këto i thonë aglomeracionsraum, hapësirë urbanistike e gjerë, domethënë kështu që afër apo të Sheseni, Mülheim, Duisburg, Dortmund, domethënë gjithë kjo hapësirë ka diku 5.4 milion banor, që është goxha zonë intensive